E tham pak më parë që do mundohemi shumë që të shohim Shqipërinë, por me sytet huajve, ata që kanë zgjedhur qoftë për qëllime turizmi, por ka nga ana tjetër dhe shumë prej tyre që kanë zgjedhur Shqipërinë për të punuar, por edhe për erësimin e lartë, për të kuptuar përvojën se çfarë ka sjell Daud Ibrahimi në Shqipëri, të krijojë miqësi, por edhe gjithashtu ta dashurojë Tiranën dhe Shqipërinë, le të na i thot ai vetë arsyet. Mirëmëngjes, mirë se vjen, kënaqësi që je në këtë studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni? Jam Daud nga Nigeria, jam student e këtu, ama tani jam matura, student matura tani. Ti tashmë je diplomuar. Po, tani Daud, përpara se ta tregosh, është bukur që je nisën në Shqip, të falenderojmë shumë që na e përcolle pak shqipen e mësuar, po pse je veshur në këtë formë sot? So my dressing is like it's a traditional cloth that we use veshje tradicionale që ne e përdorim në jetën e përditshme në Nigeri. Ndonë se kemi kultura të ndryshme dhe diversitetet të ndryshme, kjo është diçka që lidhet me botën islamike në vendin tim. Është diçka e zakonshme që njerëzit e veshin. Kështu vishemi ne gjithmonë, por edhe në festa zyrtare siç janë dasmat edhe gjëra të tilla. Kur dëgjove për herë të parë për Shqipërinë dhe çfarë të solli me studime këtu te ne? Nga Nigeria në Shqipëri, goxha larg. So the reason why I came here to study to Albania is arsyeja kryesore pse erdha në Shqipëri është për studime, pothuajse para 3 vjetësh, 2 vite disa muaj, erdha për të studiuar. Jam mirënjohës Perëndis që e mbarova universitetin dhe gjatë këtyre 3 vjetëve më ka pëlqyer shumë qëndrimi këtu dhe kam mësuar shumë çka. A ka qenë diçka në kulturën shqiptare që të ka bërë përshtypje kur ke ardhur për herë të parë? Ne kemi shtrëngimin e dorës, puthjen që burrat kanë në 2 faqe kur përshëndeten. Kemi disa gjëra të kulturës tonë. So when I came to Albania, yes, I was really Po, kur erdha në Shqipëri, më bëri shumë përshtypje ose u befasova për shkak të ndryshimeve kulturore që ne kemi me vendin tim. Le të themi shtrëngimi i dorës ose gjërat që shoh këtu nuk janë shumë të zakonshme në vendin tim për shkak të fesë. Gjithashtu siç e përmendët edhe ju, puthja e burrave në faqeve kur pasi në vendin tim nuk janë shumë karakteristike. Nëse një djalë takohet me një djalë apo një burr takohet me një burr, thjesht shtrëngojnë duart, por nuk puthen. Kjo është diçka krejt ndryshe. Ne përqafohemi burr me burr, grua me grua. Nuk ka ndonjë ngjashmëri të madhe në këtë pjesë. Por edhe kultura e pirjes së kafes këtu është diçka që më befasoi shumë. Sepse e shoh nga do kafene. Të them me vete që po ndodh kështu, pse ka kaq shumë kafene këtu. Pastaj një shok më sqaroi që e tillë është Shqipëria. Edhe para se të vija këtu, takova, unë njoha me dikë nga Shqipëria në Facebook dhe ai më tha që më përshëndetje, pyeti se si je, nuk e dinte që do të vija në Shqipëri. Dhe kur e mori vesh që do të vija në Shqipëri dhe i thash që do të shkoja në vendin e tij, ai më tha që nëse do të vish do të pim kafe bashkë. Në mendje thash me vete, po pse do të pim kafe, sepse nuk është diçka që. Pastaj kur erdha këtu dhe pash që njerëzit pinin shumë kafe, u kuptova që prandaj më tha ai për të pirë kafe në vendin ton. Po, nëse ne kemi kafen, çfarë ka vendi yt? Cila është shtëpia më e zakonshme? So in Nigeria really we don't have like coffee shop, let's say fancy.
Kafja është diçka jo fort e rëndomt në vendin tim, pasi dikush kur del për kafe, shkon në një vend të shtrenjtë apo të sofistikuar për ta shijuar. Por jo, njerëzit e zakonshëm dhe nuk është kaq e zakonshme sa këtu. Diçka që shumë e zakonshme në vendin tim është çaj. Zakonisht njerëzit dalin për të pirë çaj, në rrugë ka vende që bëjnë çaj. Edhe noodlesat. Ndaj ne pim çaj në rrugë dhe jo kafe. Kjo është diçka, ose ndonjë ushqim të lehtë. Kafja konsiderohet luks në Nigeri, pra diçka që vetëm njerëzit në një shtresë të caktuar të shoqërisë me financa të mira mund të pinë kafe. Daud, nëse flasim për ushqimet, ne kemi një diferencë të madhe me ushqimet e Nigerisë. Çfarë ka pëlqyer më shumë, çfarë veçon? Yes, we have a lot of difference in terms of food. Po kemi goxha ndryshime për sa i takon ushqimit, por ka disa ushqime që janë të ngjashme me ushqimin e vendit tim. Vetëm se ndryshon mënyra se si e përgatisim. And here also they have pilaf. Për shembull ne kemi po, ne këtu kemi pilafin, kurse atje kemi orizin e skuqur. Pilafi është diçka e ngjashme me një gatim tonit, por mënyra se si e përgatisim ndryshon shumë, pasi e bëjmë me domate dhe me qep, por edhe me erza pikante, pasi ne na pëlqen shumë shija pikante. Kemi edhe petullat, njësoj si shqiptarët, por mënyra se si ne i përgatisim është shumë ndryshe. So it's kind of somehow like a same. Në një farë mënyrë është e njëjta kulturë, por me mënyra të ndryshme. Unë kështu e konsideroj. Këtu apo atje? Të vërtetën na thuaj. Yeah, I like both. Më pëlqejnë të dyja vendet sepse nuk mund t'i kthej shpinën origjinës sime. Po edhe këtu më pëlqen sepse është qetësi. Njerëzit këtu janë të sjellshëm. Dhe mendoj se ka më shumë mundësi për sa i takon jetesës në Evropë. Edhe Evropës moderne në krahasim me vendin tim, sepse kur largohesh nga vendi yt zbulon shumë kultura dhe vende. Por përjeton edhe përvoja të ndryshme që në vendin tonë nuk i ke, që mund të është pastaj ti vësh në zbatim në vendin tonë. Ky është besimi im. Dhe shpresoj që do të përfitoj shumë përvojë këtu, edhe që më pas t'i vënë zbatim në vendin tim. Daud, nëse të kërkojmë në Instagram, të gjejmë të vendosur në gjithur me emrin tënd edhe emrin e fshatit Dacia. A ka një detaj, apo a ka një gjë që do doje që ta dinim që lidhet me identitetin e fshatit tënd, që në kulturën shqiptare ndoshta nuk është e zakontë? Okay. My name, as you can see, emri im, siç mund ta shikoni, Ibrahim Dacia. Emri im është Daud. Këtu e them Daud sepse është emër goxha i përhapur këtu, dhe nuk them Dauda. Mbiemri im është Ibrahim, ndërsa Dacia është fshati i sepse është fshati i origjinës së prindërve të mi. Almost everyone that comes from that village uses po është edhe një emërtim që të gjithë e përdorin si mbiemër të gjithë njerëzit që kanë origjinën nga ai fshat. Sepse në emrin tim përdoren 3 emra, jo vetëm emri dhe mbiemri. Ne përdorim 3 emra. Përdorim emrin, atësin dhe mbiemrin. Kurse disa njerëz përdorin emrin e gjyshit në vend të emrit të gjyshit. Kjo varet. Varet se nga jemi origjinë. Kemi nga një shteti i caktuar në Nigeri shumë njerëz, dhe njerëzit nga ai vend që janë përfaqësues të shoqërisë, dhe po të përmendet ai emër, të gjithë e dinë se cila është origjina e atij emri. Mirë, Daud, flasim për eksperiencat, le t'i konsiderojmë të këqija që ke patur në Shqipëri. Çfarë nuk të pëlqen nga vendi që nuk përshtatet kulturalisht me ty, jo domosdoshmërisht të mos pëlqej mirëfilltasi? It's really hard. Shumë e vështirë kjo. Like we talk about experience,
Nuk e di nëse mund konsiderohet përvojë e keqe, sepse disa njerëz janë kureshtar kur shohin dikë që nuk është nga vendi i tyre. Ndaj dhe atë kureshtje që kjo mund konsiderohet si diçka e keqe për mua, po për ata është diçka e re. Le të themi që ndoshta mund konsiderohet edhe si diskriminim, edhe unë e kuptoj këtë. E kuptoj sepse për Shqipërinë pas 40 vjetësh komunizëm, shumë njerëz nuk kanë shumë informacion për kulturën e vendit tim, përveç së kohëve të fundit. Ndaj e kuptoj që kur dikush mundohet të bëj diçka që nuk shkon me vlerat e mia, mundohem ta kuptoj dhe them që është diçka normale për ju, sepse nuk e dinit, nuk ishit në dieni të gjithë kësaj. Ndaj më pas e anashkaloj. Por edhe të huajt ndërkombëtar, ose përsa i takon aktiviteteve këtu, marrëdhënieve që kanë, disa marrëdhënie janë të mira, ndërsa disa janë të këqija. Kjo nuk më pëlqen këtu, sepse të huajt përsa i takon punës ose biznesit a gjërave të tilla, ka shumë histori që thuhen nga njerëz të ndryshëm që ne i dëgjojmë dhe është diçka që mendoj se njerëzit duhet të ndërgjegjësohen për këtë dhe të kuptojnë se ç'po ndodhet, mundohen ta zgjidhin këtë problem. Daud, me gjithë të mirat dhe të këqijat që ka Shqipëria, tashmë që u diplomove, e mendon të ardhmen tënde në vendin ton? A ka patur ndonjë vajzë shqiptare që ta ka marrë zemrën? Nuk mund ta them sepse jam akoma i përqendruar. Po mundohem të gjej mënyra për të përmirësuar veten, por edhe për të ndihmuar familjen time dhe shoqërinë time. Ndaj për momentin nuk jam interesuar për asgjë, sepse duhet të përqendrohem te familja ime që ka shpresat e unë, por edhe te njerëz të tjerë që mbështeten tek unë, nuk është e lehtë. Ndaj duhet të përqendrohem, pasi kur dikush gjen diçka më të mirë për jetën e vet, duhet të mendoj se çfarë të bëj me jetën e vet. Nëse do të martohesh apo jo, apo gjëra të tilla. Kjo duhet parë më vonë. Ne në Shqipëri kemi një zakon në familjet shqiptare që i pyesim gjithmonë të rinjt se kur do të martohesh. Ty ta bëjnë këtë pyetje nga familja jote? Yes, also in our family, yeah, this is similar. Po, kjo është kulturë e ngjashme, sepse kur mbaron shkollën, fillon punën dhe pastaj familja të thotë kur do të na prezantosh me të dashurën tënde. Right now, you know, things are really changing. Për momentin me që po ndryshoj dhe familja po ecën me kohën prindrit e mi. Megjithatë mbetet pak a shumë e njëjta pyetje të pyesin sepse duan të takosh ndonjë kushërir të largët e më pas duan të të prezantojnë me një vajzë që pastaj të thonë që nëse të pëlqen, flet me prindrit e saj dhe zgjidhet gjithçka. Kjo është kultura e ngjashme me vendin tim. Në kulturën tuaj gjithashtu duhet patjetër miratimi i prindërve për partneren të dashurën apo gruan tënde të ardhshme? Yes, somehow, you know. Po, në një farë mënyrë, po. It's not easy. Nuk është e lehtë. Kur do të martohesh, duhet të flasësh me prindrit, duhet i thuash mamajës dhe babait, ose dërgon dikën nga familja jote, si xhaxhai që shkoj të flas me familjen tjetër, i shpreh dëshirën për të martuar, të pyesin se cila vajzë është, pastaj ata pyesin për të, nga është, nga cila familje, nëse ju pëlqen historia e familjes dhe e vajzës,
they understand that yeah, this is a good girl. E kuptojnë që është vajzë e mirë. But if they see that thonë po, por this is nëse not what they want, shohin që nuk është ajo që duan dhe është një histori që nuk duan ta dëgjojnë, të thonë jo. It depends on you to accept it or not. But most of Dhe the pastaj time vendos ti nëse do ta pranosh ose jo, por zakonisht thonë jo që s'mund bësh asgjë, zakonisht as në djalin nuk pranon për shkak të respektit dhe vlerave që duan të respektojnë të familjes, ndaj nuk zgjedh ti kundërvihesh familjes ose prindërve, ndaj bën ashtu si të thonë ata. Nëse e bën i del kundër fesë tënde, ndaj nuk mund të thuash jo vetëm për arogancë, por duhet të gjesh një mënyrë apo një strategji të flasësh me ta që ata ta kuptojnë. Po nëse është diçka që nuk është në kundërshtim me fen, duhet të pranosh edhe nëse nuk të pëlqen. Ndaj duhet të ndjekësh këshillën e prindërve. Daut, ke patur mundësi të shohësh se si kërcejnë shqiptarët, vallet shqiptare? Ke provuar të kërcesh vallën e Tropojës, për shembull? Yes. I saw a lot of Albanian dance, Po, kam parë shumë kërcime shqiptare si vallja kosovare. Është diçka që më pëlqen shumë dhe kam mësuar edhe se si ta kërcej. Sepse nëse kur ka ditë tradicionale studentore, shqiptarët tregojnë kërcimet e veta tradicionale dhe pastaj mblidhemi dhe mundohemi të mësojmë dhe të kuptojmë se si bëhet. Edhe na pëlqen shumë. Daut, a keti një artist të preferuar shqiptar? Yeah, I can say that I don't have like favorite singer. Po mund të më them që nuk është se kam një artist preferuar, po ka disa këngë që më pëlqejnë kur i dëgjoj. Ndonë se nuk ua di kuptimin, më pëlqejnë për shkak të ritmit, që është shumë i bukur. Në një farë mënyrë është i ngjashëm me muzikën nigeriane. In music in the world. Ne jemi të famshëm në të gjithë botën për ritmin që ne quajmë Afrobeat. Kemi personalitete shumë të shquara që e prezantojnë kulturën nigeriane dhe muzikën e saj në Britani, Amerikë dhe në shumë shtete të mëdha. Daut, kur ke ardhur në Shqipëri, cili ka qenë perceptimi i shqiptarëve për Nigerinë? Si e përfituronin ata vendin tënd? So when I came here for the first time, kur erdha këtu për herë të parë, people at that time I'm not like more socialized with people here. Nuk është se socializoja shumë me njerëzit këtu dhe kur dikush më pyeste se nga isha dhe i thosha nga Nigeria, gjë e parë që i vinte nga mendja ishte or Victor Osimhen, things like that, because duke si diçka krejt e panjohur, e vini ndërmend emra futbollistësh sepse njerëzit sot ndjekin shumë futbollit. Ndaj që kur u pëlqen muzika e atij vendi të kujtojnë emrin e një muzikanti të famshëm nga ai vend, pasi ose fufu, që është një ushqim nga vendi im, që është i famshëm në të gjithë botën. Ndaj njerëzit kur dëgjonin për Nigerinë, thoshin diçka të tillë, më përmendnin emrin e ndonjë ushqimi ose ndonjë futbollisti ose muzikanti që njihnin. Kam një pyetje të fundit nga ne. Më shumë kërkesë se sa pyetje. Për të na mësuar një përshëndetje apo një fjali në gjuhën tënde. Nise përshkrimi në shqip të vetes, është detyrimi ynë të mësojmë diçka edhe nga kultura jote. Okay, so in my we have more than 520 languages in my country. Mirë, kemi më shumë se 520 gjuhë në vendin tim. Kemi 215 grupe etnike. Unë jam nga një grup etnik që quhet Hausa. Hausa is the biggest ethnic group. Hausa është grupi më i madh etnik në Afrikën Perëndimore. Edhe gjuha e vet, sepse flitet në Gauna, Kamarut, Çadi, Senegal, më duket,
these are the countries that some, even Sudan, Këto janë vendet, edhe në Sudan njerëzit flasin gjuhën tonë. So Hausa language ndaj Hausa is kind of a language that was originated, let's say, është from një Arabic, gjuhë me origjinë arabike, masters came to Nigeria. Sepse shumë kolonizues kanë ardhur në arabik. We don't use Latin letters. Ndaj ne kemi mësuar gjuhën arabe dhe jo gërmat latine. Ndaj kur erdhen ata ndryshoi kjo. Për shembull, nëse doni të thoni përshëndetjen në gjuhën time Hausa. Barka. Barka, yes. Na mëso 2-3 gjëra. Learn us 2 or 3 things. How are you? You say yakake or yakike. Yakake është për djalë and yakake është për vajza. So there are different between like yakake and yakike. Yakake is for boys. Yakike is for girls. Yeah. And if you want to say thank you, you say nagode. Nagode. Nagode, yes. Nagode. Nagode. This is Hausa language. And we have E tillë është gjuha jonë dhe kemi anglishten e zakonshme, atë që flasin të gjithë. The one that makes us like unique. Por kemi edhe anglishten unike të përzierë për shkak se kemi gjuhëve të ndryshme. Ndaj Pidgin English or broken. Anglishtja e thyer, le të themi. How you day? How you day, yes. How you day? Por kur themi si e, themi ndryshe. Është anglishtja juaj. Yes. That's your English. CNE, how you day. How you day? And if you want to say mir, you say I day fine. Të thoni mirë. I day fine. I day fine. Okay. Yes. Mi që na mësoj gjuhën e ti, por na mësoj dhe anglishtin që kanë me styre. Daud Ibrahim, now good day. Now good day. Now good day. Thank you. Faleminderit. Faleminderit, pra po të themi faleminderit shumë. Që ishe sot, pjesë. Shumë e bukur kjo për të mësuar se si vërtet Shqipëria është në sytë e huajve dhe urojmë shumë që dita ditës ne të bëhemi më të mirë për të kuptuar, për të njohur dhe për të dashur kulturat e reja që e zgjedhin Shqipërinë, ndërkohë publikut. Po, edhe më lejo të shtoj vetëm diçka, me qenë se ne njihemi si popull për mikpritjen dhe që i hapim derën çdo vizitori, të vazhdojmë, vijojmë ta mbajmë si traditë, ta kultivojmë, ta bëjmë më solide, sepse mendoj që është pikërisht ajo çfarë neve na përfaqëson, një shtet i vogël, por me njerëz me zemër shumë të madhe. Tani ikim. Shkëputemi dhe kthehemi pas pak.